Përshëndetje dhe shef, doja të bëja një denoncim, si ta quaj, për një kliente. Jam një punonjës në një kompani taksish. I kam bërë shërbimin një vajze që jeton në Prishtinë, që është nga Prishtina. Ka udhëtuar me taksin nga Tirana për në Prishtinë dhe nuk më bëri pagesën. Madje kam pritur dhe 4 orë në Prishtinë për pagesën, përsëri nuk e bëri dhe në fund, si përfundim, më tha që nuk kam lek të paguaj. E prita gati 2 muaj, po bën që ka udhëtuar me taksin, e kam telefonuar, i kam shkruar, ka thënë po, sot, nesër, dhe si përfundim më ka bërë blok në çdo numër telefoni, në Instagram, në çdo gjë. I thash që do ta nxjerrte edhe shef, më tha do ta paguaj nga 1 orë përsëri. Edhe doja ta bëja këtë denoncim që mos ketë në raste të tjera si për mua dhe për punonjës të tjerë. Vajza detyrohet 160 euro, jeton në Prishtinë, quhet Valbona Bajraktari, edhe me sa mora vesh kisha bërë dhe me njerëz të tjerë këtë gjë, prandaj e shpreh këtë shqetësim që mos ndodhi me njerëz të tjerë më. Madje kur e telefonova herën e fundit, ofendoi dhe në telefon dhe më bëri blok përsëri. Do isha shumë mirënjohës nëse bësoni këtë, që të bëhet mësim për atë dhe të tjera si puna e saj. Faleminderit.